Teatri i Operas dhe Baletit të Shqipërisë me Teatrin e Baletit të Kosovës do të kenë një kalendar të përbashkët me aktivitete. Nëse kjo për Shqipërinë do të ishte një bashkëpunim më i gjerë, për Kosovën është një bashkim i munguar kulturor në skenë. Marrëveshja u konkretizua midis dy drejtuesve të teatrove. Praktikisht kemi ballën diplomës që mund ta bëjmë të shfaqjet përbashkët. Ndërkohë mund të kemi edhe një shfaqje tjetër që mund ta bëjmë të përbashkët. Problemi është i gjithë që neve të mendojmë një repertor që mund të jetë i vënë dhe në Kosovë dhe në Shqipëri dhe në këtë mënyrë neve mundet fare mirë të alternohemi dhe të bëjmë shfaqje të përbashkët. Tashi kjo distanca gjeografike është e tillë që është pak vështirë që të bësh produksionet përbashkëta, po edhe kjo mund ndodhë. Kemi mundësi ndrymit solistëve, kemi mundësi të bashkëpunimit shfaqjet përbashkëta, kemi mundësi dëshira ekziston, që ajo është kryesorja, edhe normal që problemi i buxhetit është evident edhe te ju edhe te na, por ne kemi një buxhet pak më gjallë, po do të përpiqemi me këto mundësi që i kemi që të bashkëpunojmë edhe të jemi sa më shumë afër njëri tjetrit, të njihem se unë e bona pak shako thash, po njoftona me balerinët e Tiranës se s'kam pas mundësi mund të njoftu. Teatri i Kosovës ka në repertorin e tij 26 premiera që mund të rivijë në skenë në këtë bashkëpunim, ndërsa Teatri i Operës dhe Baletit një eksperiencë më të gjatë artistike. E nëse këtë vit ky bashkëpunim përfundohet me këtë marrëveshje, në 2015 pritet që balerinat e teatrove të performojnë së bashku në skenat e Tiranës dhe të Prishtinës.